Lutje dhe ajete për mbrojtjen e shtëpisë dhe familjes. Bismillah, në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, kërkoj mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Në emrin e Allahut e kam bërë niyë që të bëj lutje për mbrojtjen e shtëpisë dhe familjes sonë. Pranoje dhe bëje niyet edhe ti dhe thuaj amin. Po fillojmë me surën El Bekare si dhe ajete të ndryshme nga Kurani dhe e përfundojmë me një lutje personale nga unë. Dhe nëse mund të dëgjoni, e kam lëshuar vetëm surën El Bekare në sfond. Po fillojmë me ajetin nga Kurani Ibrahim 14:35. O Zot ynë, bëje këtë shtëpi, këtë vend të sigurt dhe më ruaj mua dhe bitë mi nga adhurimi i dhujve. Vazhdojmë me ajetul Kursi El Bekare 2.255. Allahu nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç ti, të gjallit të përjetshmit, mbajtësi të gjithçkaje, atë nuk e ka paskotja as gjumi. Gjithçka që ka në tokë dhe në qiell i takon atij. Kush mund të ndërmjetësojë tek ai përveç se me lejen e tij? Ai di çka ka para tyre dhe çka pas tyre, ndërsa ata nuk përfshin asgjë nga dija e tij përveç se asaj që ai dëshiron. Kursia e tij përfshin qiell dhe tokën dhe ruajtjet e tyre nuk e lodh atë. Ai është më i larti, madhështori. Tani vazhdojmë me dy ajetet e fundit të El Bekares. I dërguari beson se në atë që është i shpallur nga Zoti i tij, dhe po ashtu besimtarët, të gjithë besojmë në Allahun, engjëjt e tij, librat e tij dhe të dërguarit e tij. Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarëve të tij, dhe ata thonë dëgjuam dhe u bindëm. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë dhe tek ti është kthimi. Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt për te mundësisë së tij. Atij takon shpërblimi për atë që ka bërë dhe mbi të bie përgjegjësia për atë që ka bërë. O Zot ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë. O Zot ynë, mos na ngarko barë ashtu siç i ngarkove ata para nesh. O Zot ynë, mos na ngarko me atë që nuk mund ta përballojmë. Na i fal gjunahet, na i mbulo të meta dhe na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, prandaj na ndihmo kundër atyre që mohojnë. Vazhdojmë me një dua për familjen te Sura El Furkan 25:74. O Zot ynë, adhuron nga bashkëshortët dhe pasardhësit tanë atë që është prehje për sy tanë dhe na bëj shembull për të devotshmit. Si dhe nga Sura Ibrahim 14:44. O Zot ynë, më bëj mua dhe pasardhësit e mi të qëndrueshëm në namaz. O Zot ynë, pranoj lutjen time. Amin. Tani vazhdojmë me lutje personale për mbrojtjen e shtëpisë. Bismillah, Allah bekoj këtë shtëpi dhe mbushe me mëshirën, dritën dhe bereqetin tënd. Bëje këtë shtëpi vend paqe, sigurie dhe përmendje të emrit tënd. O Allah, na ruaj nga syri keq, zilia, magjia, vezvesit dhe çdo e keqje, e dukshme apo e fshehtë. Çdo e keqje që synon të na dëmtoj, bëje të pafuqishme me lejen tënde. Mbyll çdo derë të së keqjes dhe na fal për mëkatet tona, ato që i kemi bërë me dije dhe ato që i kemi bërë pa dije. Pastroje këtë shtëpi nga çdo gjë që nuk të kënaq ty. O Allah, largo prej nesh frikën, ankthin, konfliktet, makthet, rëndesën dhe shqetësimin, dhe zëvendësoj ato me qetësi, dashuri, mëshirë dhe sakina, qetësi dhe paqe të mbrëmshme. Na mbroh nga çdo hyrje dhe dalje, gjatë ditës dhe natës, me urdhrin tënd vendos engjëjt e tu rreth nesh dhe ruaj të gjithë ato që jetojmë në këtë shtëpi. O Allah, bëje këtë shtëpi një vend ku lexohet Kurani, falet namazi dhe përmendesh ti. Mos lejo që asnjë e keqe të ketë fuqi mbi ne pa lejen tënde. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Neve na mjafton Allahu dhe ai është mbrojtësi më i mirë. O Allah, na ruaj, na udhëzo, na fal dhe na mbulo me mbrojtjen tënde. Amin ya Rabbi Alemin. Thuaj këtë lutje në mëngjes sapo të zgjohesh dhe po ashtu lexo surën El Fatiha dhe suret El Ikhlas, El Felek dhe En Nas, duke kërkuar mbrojtjen, mëshirën dhe bereqetin e Allahut për këtë shtëpi dhe për të gjithë ata që jetojnë në të. Allahu ruajt e udhash bereqet në shtëpi e në familje. Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Assalamu alaikum.